vendosa që të merja rrugën e mërgimit. Vendosa në spitalin San Juan dhe bëra specializimin për patologji klinike. Konsiderohet si shqiptar e parë, 24 vite që jetoj këtu në Portugali. Fakultetin e mjekësisë kam kryer në vitin 1994 në Universitetin e Tiranës, në Tereza. Pas diplomimit në Fakultetin e mjekësisë, disa vite kam punuar në Shqipëri. Mirë po më pas, në vitin 2000, vendosa që të merja rrugën e mërgimit, duke parë që situata në Shqipëri ishte pak e vështirë, themi në... Jo vetëm për arsye ekonomike, por më tepër arsyet e sistemit nuk përshtateshin me mënyrën time të parit të jetës dhe si në punë dhe në gjitha në familje, ashtu dhe në shoqëri. Kështu që vendosa që dhe të largohesha. Unë këtu kam dhe një motër që ka ardhur para meje, që në 1998, unë vendosa në 2001, në 1998 motra ishte studente dhe kishte nevojë për mbështetje gjithashtu. Një arsye tjetër ishte edhe profesionale, sepse në Portugali ishte e mundshme që ose të bënim njësimin e diplomës direkt pa filluar përsëri studimet nga e para, kështu që përfitonim në kohë, jo të filloja të studioja përsëri 5-6 vite të Fakultetit Mjekësisë dhe u vendos që të vija, mora vendimin që të vija këtu. Bëra dokumentat, i dorëzova në Fakultetin e Mjekësisë këtu në Portugali. U miratua kandidatura ime për të dhënë provimin e njësimit të diplomës, bëra njësimin e diplomës dhe që nga viti 2005 kam filluar pastaj procesin e qofte dhe vitin e stazhit që e quajmë ne, në vitin 2006 dhe në vitin 2007 vendosa në spitalin San Juan dhe bëra specializimin për patologji klinike ose mjekësia laboratoriale dhe mbarova specializimin dhe drejt shërbimi kërkoj që të më mbante këtu dhe unë vendosa që të qëndroja këtu që për fillimet e ky spital. Në vitet e para, sepse unë kam marrë në Portugali në vitin 2001. Në vitet e para nuk mundesha të integrohesha si në mjekësi, të punoja si mjek themi pa patur njësimin e diplomës. Duhet të njeh diploma qoftë. Në vitet e para vështirësia ishte edhe në gjuhë. Megjithse gjuhën e kapa shumë shpejt themi, brenda një viti, sepse njohja e gjuhëve të tjera, për shembull gjuha italiane na ndihmoi në këtë drejtim, sepse portugalishtja dhe italishtja janë gjuhë të njëjtës familje. Dhe kjo gjë më ndihmoi që ta mësoja gjuhën mirë, sepse në mjekësi, nëse ne do të punojmë dhe do të shërbejmë njerëzve, duhet të flasim dhe duhet të kuptojmë ata që mund të përgjigjemi nevojave që kanë. Dhe kjo ishte një nga vështirësitë e para të themi, asimilimi i gjuhës portugeze për të krijuar mundësinë e komunikimit me pacientët dhe për të integruar në fushën e shëndetësisë. Këto vitet e para, krahas njësimit të gjuhës, së përgjithshme themi dhe gjuha mjekësore ka ato karakteristikat e veta, kështu që duhet që ta përvetësonim një gjë të tillë dhe duhet të jepnim një provim që kishim kapacitet për njohjen e gjuhës dhe që të mund të vazhdonin hapat e mëtejshëm në integrimin dhe të jepë mundësia për të bërë provimin e njësimit të diplomës. Pa kaluar këtë hap nuk mund të vazhdoje më tej. Kjo eci me sukses, provimi kaloi me sukses dhe u miratua kandidatura, pastaj dhe aftësia e komunikimit themi diploma vërtetoi një gjë të tillë. Dhe sot e kësaj dite diçka është bërë si gjuhë e dytë për mua themi portugalishtja krahas shqipes Mund të them që mund të konsiderohet si shqiptar e parë. Bën 24 vite që jetoj këtu në Portugali, në 5 vitet e para në zonën e Lisbonës dhe më pastaj erdha këtu në Porto nga viti 2006. Jeta është e vështirë. Mirë po me dëshirë, me vullnet, me punë, me këmbgulje dhe kur gjërat bëhen me pasion arrihet atje ku ne duhet të shkojmë.